dhe shohim që je shumë aktiv këto ditë me qytetarët e Republikës së Kosovës, madje po ka akuza që tashmë PTK ka nisë edhe me konsumu pasulin. Zoti Hoxha, çmimet e shtrenjta apo pse ke fillu me konsumu pasulin, ose nështë ke konsumu edhe ma herët, po tash po të shohim rrjetet sociale, po kemi qasje me ju pa. Ka ndiku rritje të çmimit edhe tek ekonomia juaj personale, apo thjesht je fan si pasuljet? Unë si politikan, jam politikan i terenit. Edhe i terenit brenda Kosovës, ku jam çdo ditë me qytetarët, jo vetëm fushat xhadore, po si dikush që 25 vite është në politik, jam në çdo ambient, so nuk mendoj që mund të jesh deputet i popullit për pa hyrë në çdo ambient, në çdo restoran, në çdo kafeteri, në çdo kompani, në çdo institucion, dhe pa vizitu shumë familje dhe miq cilët të mbështesin. Nuk mund ta përfaqëson kur popullin për pa ndjat ajrin, atmosferën, për pa i taku njerëzit. Dhe nëse ka situatet e tilla ku takimet ndodhin, do duhet të ndodhin edhe në gjelltore, për ngrënë pasul, natyrisht e shijoj pasulin, sikur se e kam shiju në gjithë teritorin e Republikës Kosovës, në shumë familje të Kosovës, në karrierën time të gjatë politike, dhe fushatat janë një mundësi jo vetëm për të marrë vota, fushatat janë një mundësi për të taku njerëz, për të marrë propozime për njerëzve, për të dëgju shqetësimet e tyre, për të dëgju hallet e njerëzve. Dhe në komunën e Pes isha së bashku me zotin Xhavit Haliti dhe vizituam një gjelltore dhe me një drejtor të një shkolle profesionale me Vebi Shalën, dhe natyrisht që vizita në gjelltore ishte prej më të mirave. Kështu që nuk i iki fare as pasulit, as flijave, as piteve, po jo vetëm fushat. Po që të dashta me të pyet. Jo vetëm fushat, po në jetën e përditshme. Gatimeve tradicionale vetëm fushat, apo dhe jashtë saj? Edhe jashtë saj. Unë kam qenë ministër i jashtëm kur një plak me shumë tradit në Podojev Migjasheq më ka thirrë në telefon sa po kisha zbrit prej aeroportit dhe isha kthy për një udhëtimit të gjatë në Amerikë, Washington, New York, po në Amerikë Latine, dhe nga aeroporti kam shku në Podojev që të pi kafe në oborën e tij në pranverën e vitit 2011. Jam dikush i cili e shet të pashkputshëm raportin e tij me ata cilët votojmë, shtesin, kritikojnë, më thrasin telefon, se çfarë kam mësu prej karrierës time politike është nuk mundesh kur t'jesh zëri tyre, nuk mundesh kur ta kupton se si e duan Kosovën, e shohin Kosovën, se si më shohin mu, për pa qenë pran tyre. Pjesa ma bukur në politikë është realisht bashkëpunimi që e ke me njerëzit, dhe atë që e bën në bazë ditore është njerëzore. Sa kam qenë qeveri, kam qenë pranë çdo shtrese të qytetarëve. Nëse kam qenë ministri i arsimit, kam vizituar mbi 800 shkolla në Kosovë. Si politikan nuk ka fshat të Kosovës ku nuk kam qenë njëherë, disa herë. Po si ministri i jashtëm kam qenë po ashtu mbi 100 e sa shtete të botës, dhe e shoh të rëndësishme që t'jem sa me një komunë dhe me një familje në Kosovë, por pa që të jem në Davos kur fillon forumi i Davosit, apo t'jem në konferencën e sigurisë në München kur fillon forumi i konferencës e sigurisë, apo të jem në Delphi, edhe kësa herë kam pas t'jem, edhe sot kam pas t'jem në një forum ndërkombëtar, po tash kemi zgjedhje, kështu që bajmë me dëshirë këtë, politikën e kam pasion, dhe pasionin e jetëson njeri kur është në bashkëpunim, në bisedim me njerëzit. Të shija ushqimit e morëm vesh, e pam edhe gjatë ditëve, sepse ju garani tashme me numrin 10, tu ka shtu edhe shija muzikës pak ma ndryshe për shkak numrit, apo gjithmonë ka qenë e tillë, zoti Hoxhaj?
Shija e postimeve të mia në rrjetet sociale ka të bëjë me gjeneratat. Me gjeneratat. Po, mendoj që gjenerata si grup mosha ma madhe në Kosovë është kjo gjenerata Z. Do jemi me fat, po. Po, dhe mendoj që kur jenë politik, do është jesh afer, jo vetëm dhe atyne që jetojnë në fshatën e qytet, që kanë mosh time, apo mosh edhe të matë vjetër se sa unë, po do është jesh komunikim me çdo gjeneratë. Prandaj edhe mënyra se si ne përdormi Reelsa për të komunikuar me të rit, ka të bëjë me atë se çfarë grupi targetohet. Me sa e di unë, grup mosha më e madhe në Kosovë është kjo gjenerata Z, dhe është me rëndësi për politikën që këta të përfshihen në politikë, që këta të marrin vëmendjen e politikës, se gjëja më e keqe që mund të ndodhë në vendit është nëse ka shkputje mes klasës politike dhe popullit, e pjesë e popullit janë 30 vjetrit dhe